Përshëndetje, ja ku erdhëm në një vlog tjetër që do t'jetë në vitin 2026, pak ndryshe, një përmbledhje të atyre ditëve që kaluam për vitin e ri. Hajde. Gëzua. Doj dora në cekmagu. Fillon che porta tua porta. E chiede campina, sta basta di passa, roga mar. E fasi di gita in prono, roga dischi di roga mar. Ordone a Dio, show us your passion. Cosa lo dici? Non ci l'ora sbagliata. Ah, sto alto. È che tu ti lì tu bravo. Ah. Gari ka rrugë poshtë, tini. Tini pallati ku apo? Nga bon Mua vete pallatës vërtetës ose harë me xhama, shumë e bukur. Tuk. Edhe ku do me gjente viti 2026, ja, vërdall. Fillojmë sa ma shumë punë me vrull të madh. Tani do shkoj nga shtëpia, do vendos këtë. Do vendos pak edhe bateri, por dëgjoj edhe muzikë shqiptare unë. Kemi hap kubarane Adrianës, do me thënë atë kutinë
kursimeve që mlet lek. Adriana ka mlet lek, Argita Kajnata sepse ka mlet Adriana lek, por s'kemi çfarë të bëjmë, mos i prishte lekët. Adriana si ka prish lekët se s'del vetëm e neve. Edhe ka mbledh goxha lek, kështu që do shkojmë të shikojmë një VR, më duket janë këto që shikon filma, i vendos këtu, që janë syze të mëdha VR, shikon filma, edhe shikon, nuk e di lojra, më duket, nuk e di, po jo nga ato për lojra, vetëm nga këto për filma do t'i shikoj një herë sot, edhe nuk e di çfarë ka ndërmend Fatmiri. Fatmiri në fakt nuk e ka bler dhuratën time, por më duket e ka porosit. Si çfarë nuk na ka ardhur akoma. Marrim kafen. Coffee Mikkel.
Si ka muzikë. Për videon tjetër nuk e di do me thënë se kur do ta ngarkoj një tjetër vlog, por thash t'ju përmbledh disa ditë, do me thënë këto ditë, dhe dua që t'ju them edhe që ishim në ditëlindjen e Leos. Leoneli është kushëriri jon dhe Irena, unë ju kam folë për shoqen time, për Irenën, pra që ajo ka qenë që më ka njoftë me Fatimirin, e kam treguar në një nga vlogjet e mia. Edhe kështu që ishim në ditëlindje, u kënaqëm, e festuam sepse mbushej 18 vjeç. Prandaj u mora pjesë të këtyre ditëve, fillimi i vitit 2026, dhe unë para se ta mbyll dua që t'ju uroj përsëri qoftë një vit sa më i mbar, po në radh parë shëndeti i pari, se të gjitha do të vinë, me thënë sa më shumë mbarësi, dashuri, begati në familjet tuaja. Dhe do të qihemi në vlogun tjetër, siç u thash, nuk e di se kur.